e tregon një shembull Allahu Azza wa Jall, kur hypin në anija dhe u kputej lidhja me tokën dhe friksoheshin nga stuhit e detit, e lutnin Allahun sinqerisht. Por kur i shpëtonte dhe dilin në tokë, ktheheshin në idhujt e tyre. Pra kështu ka qenë gjendja, në atë kohë siç e përshkruan Allahu Azza wa Jall, kështu është gjendja edhe në këtë kohë, nuk ka ndryshuar as pak. Në këtë gjendje janë edhe disa musliman. E lusin Allahun vetëm kur janë në vështirësi. Ndërsa kur u vjen rahatia, e harrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar xhamatli. Një nga veprat më të mira dhe më të çmuara me të cilat muslimani i afrohet Allahut subhanahu wa ta'ala, por në të njëjtën kohë edhe që lihet anash dhe nuk i japin në rëndësi të mjaftueshme, është duaja, është lutja. Prej adhurimeve më të mëdha është lutja dhe duaja. Po sa luten dhe sa bëjnë dua muslimanët janë pak. Njeriu kur lutet e manifeston dobësinë e tij, nevojën e tij dhe fuqinë e atij që i lutet. E tregon varfrinë e tij dhe pasurinë e atij që i kërkon. Tregon pamundësinë e tij dhe mundësitë e atij që i nënshtrohet. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: "Ad-du'a'u huwa al-ibada." Duaja është adhurim. Adhurimi kryesor është duaja. Allah subhanahu wa ta'ala na ka urdhëruar që ta lusim dhe ta adhurojmë vetëm atë, në çdo gjendje dhe në çdo situatë. Kur jemi të fortë apo të dobët, kur jemi të pasur apo të varfër, kur jemi të shëndosh apo të smur. Allahu thot: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti juaj ka thënë: "Më thirrni mua, më lutuni mua, unë ju përgjigjem juve." Pra është thirrje prej Allahut, po thotë: "Më lutni, më kërkoni që t'ju jap." Megjithatë, duat janë të pakta nga muslimanët. Njerëzit sa i përket lutjeve ndahen në 3 grupe. Grupi i parë janë ata që e lusin Allahun kur janë keq, kur janë ngushtë. Edhe nëse nuk i besojnë Allahut Azza wa Jall, apo nuk e manifestojnë besimin e tyre, apo i bëjnë mëkatet e mëdha, apo i bëjnë edhe shirk Allahut kur janë në gjendje normale. Nuk e madhrojnë Allahun Azza wa Jall. Nuk flasin për Allahun Azza wa Jall, ose i bëjnë shirk atij. Mirë po, në momente vështirësia, i sheh duke bë dua të sinqert, që edhe besimtari i madh e sheh vetëm të dobët në krahasim me dua dhe lutjet e tyre. Allahu Azza wa Jall për ta thot: "Ata lusin Allahun, mushrikët pra kur hypin në anija", e tregon një shembull Allahu Azza wa Jall, kur hypin në anija dhe u kputej lidhja me tokën dhe friksoheshin nga stuhit e detit, e lutnin Allahun sinqerisht. Por kur i shpëtonte dhe dilin në tokë, ktheheshin në idhujt e tyre. Pra kështu ka qenë gjendja, në atë kohë siç e përshkruan Allahu Azza wa Jall, kështu është gjendja edhe në këtë kohë, nuk ka ndryshuar as pak. Në këtë gjendje janë edhe disa musliman. E lusin Allahun vetëm kur janë në vështirësi. Ndërsa kur u vjen rahatia, e harrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka thënë: "Men sarrahu an yastajiba Allahu lahu 'inda ash-shada'id falyukthir ad-du'a fi ar-raha."
Kush dëshiron që Allahu të i përgjigjet atij kur është ngushtë, kur është keq dhe në vështirësi, le të i shtoj lutjet kur është në rahati. Pra nëse dëshiron që Allahu Azza wa Jall me të ndihmu, me ta lehtësu vështirësinë, duhesh të bësh dua dhe kur je rahat, jo vetëm kur je në zor, o Allah më ndihmo. Grupi i dytë janë ata që nuk e lusin Allahun fare, hiç. Zemrat e tyre janë të nxira dhe të vulosura nga mëkatet e shumta. Për këta Allahu Azza wa Jall ka thënë se ata do të hyjnë në xhehenem përgjithmonë. Grupi i tretë janë grupi i besimtarëve të sinqertë, të cilët e kanë kuptuar madhështinë e Allahut. E kanë kuptuar se lumturia dhe shpëtimi si në këtë botë, edhe në botën tjetër, janë në bindjen dhe në nshtrimin ndaj tij. Ata lusin Allahun Azza wa Jall vazhdimisht dhe në çdo situatë. Allahu Azza wa Jall për ta thot: "Innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Ata përpiqen dhe nguten, nxitojnë për në punë të mira. E lusin Allahun me shpresë dhe frikë dhe ndaj tij janë të përulur. Allahu na bëf prej tyre. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot: "Leysa shay'un akramu 'ala Allah min ad-du'a." Nuk ka gjë më fisnike, nuk ka gjë më të çmuar tek Allahu se sa duaja, lutja. Në një hadith tjetër pejgamberi alayhis salatu wassalam thot: "Afdalul ibadati ad-du'a." Duaja, lutja është adhurimi më i mirë. Megjithatë, ndodh që besimtari lutet dhe Allahu nuk i përgjigjet. Atëherë njeriu besimtari pyet e thot: "A thua pse Allahu nuk po më përgjigjet?" Për të pranuar lutjet të nderuar xhamatlinj, duhet të plotësohen disa kushte. Janë disa rende, disa gjëra, disa sharte që duhet plotësuar që Allahu Azza wa Jall me ta pranu duan dhe lutjen tonë. Kushti i parë është sinqeriteti. Sinqeriteti është kusht i parë i çdo adhurimi. Kur bëhet lutja, adhurimi, patjetër do ta kemi për Allahun subhanahu wa taala, jo për dikon tjetër. Jo ta lusim Allahun edhe dikon tjetër. Pra ky është kushti i parë i çdo adhurimi. Allahu thot: "Fad'u Allaha mukhlisina lahu ad-din." Luteni Allahun me lutje të sinqertë. Luteni Allahun me lutje të sinqertë. Në një ajet tjetër, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada." Xhamit janë të veçuara për ta adhuruar vetëm Allahun. Mos e lutni, mos e adhuroni në to askë tjetër me Allah. Pra të lutet vetëm Allah subhanahu wa taala. Kushti i dytë është mos nxitimi në përgjigjen e lutjeve. Ka disa që luten një kohë, apo luten një herë, pastaj ndalen, nuk luten më. Thonë se Allahu nuk po u përgjigjet. Ky është gabimi i madh dhe mendimi i keq për Allahun. Allahu e di më mirë se ti se çfarë është e dobishme për ty dhe për robërit në përgjithësi. Nga njëherë njeriu kërkon diçka, por ajo nuk është e mirë për ta. Nuk është e dobishme për ta, është e dëmshme për ta. Mirë, por njeriu e kërkon atë me këmbgulje, e do gjithçysh ato, edhe pse ajo është e keqe. Bëje duan vazhdimisht dhe mos mendo keq dhe mos u ndal nga duaja. Allahu e di kur është më mirë për ty me t'u përgjigj lutjes. Duaja që bëhet nuk humbet asnjëherë.
Prej tyre Allahu përgjigjet me njëherë. Ka prej duave që Allahu përgjigjet me njëherë. Prej tyre dhe me to Allahu ta largon një të keqe më të madhe, që është më e dobishme dhe më e mirë për ty. Ose se vapin e lutjes ta ruan për në botën tjetër. Dhe nëse kjo e treta është më e vlefshme, nëse Allahu Azza wa Jall nuk ti përgjigjet duave tua dhe se vapin ta lën për botën tjetër, kur dalësh botën tjetër, kur të ringjallësh në botën tjetër, do të jesh më i gëzuar, shumë më i gëzuar se sa me tu pas përgjigj në këtë botë. Sepse atje kemi pas nevojë më shumë për sevapa dhe punë të mira. Kushti i tretë është lutja duhet të jetë për mirë, për hajër. Nuk lejohet të bëhet dua për keq. Nuk lejohet me bë dua me i bë dëm dikujt apo fatkeqësi ndaj tjerëve. Dua të bëra nga inati dhe xhelozia nuk pranohet te Allahu. Kushti i katërt, prania e zemrës gjatë lutjeve. Lutjen që e bën duhet ta kuptosh dhe zemra jote dhe shpirti yt jetë prezant kur ta bësh lutjen. Besimtari lutet me zemër të përqendruar, duke kuptuar atë që thot dhe duke këmbgulur në lutje. Prandaj është e domosdoshme që lutjet që i bëjmë t'u dim kuptimin. Mos t'jenë vetëm fjalë që thuhen, edhe vetë ti nuk je t'u ditë se çka je t'u kërku. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: luteni Allahun duke qenë të bindur se ai do t'ju përgjigjet juve. Dhe dijeni se Allahu nuk e pranon lutjen nga një zemër e shkujdesur dhe jo e përqendruar. Kushti i pestë dhe i fundit që do ta përmendim është një nga pengesat më të mëdha të pranimit të lutjeve janë fitimet e ndaluara, fitimet haram. Fitimi haram ta bën një pengesë mes teje dhe Allahut Azza wa Jall. Është një pengesë që nuk ngriten lutjet tek Allahu. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka paralajmëruar se do të vijë një kohë. Kështu është me hadith. Kur njerëzit nuk do të brengosen, nuk do ta kenë as pak gajle nga e kanë fituar pasurinë, nga halal apo nga haram. Disa e fitojnë me forcë, me pushtet, disa me hile dhe mashtrime. Disa duke u ndalur hakun punëtorëve, disa duke i vjedh punëdhënësit, disa me kamat dhe tregti të ndaluar. Të gjitha këto janë haram, të ndaluara, dhe ata që veprojnë kështu të mos çuditen pse Allahu nuk u përgjigjet lutjeve të tyre.